ai shpëton ose vdesim të dy. Këto janë fjalët e një babai që vendosi të sfidoj fatin për jetën e djalit të tij. Një djalë vetëm 10 vjeçar po luftonte me një sëmundje të rëndë të veshkave. Çdo ditë që kalonte e afronte më shumë me fundin, ndërsa trajtimi që i duhej ishte i papërballueshëm për familjen. Babai i tij nuk pranoi ta shihte të dorëzohej. Ai mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Shiti gjithçka, mori borxhe dhe u nis në një udhtim të rrezikshëm me bark, duke kaluar dete të trazuar pa asnjë siguri nëse do të mbërrinte gjallë. Pas një rruge të gjatë dhe plot sakrifica, ata arritën në Evropë, aty ku shpresa ende ekzistonte. Në Greqi, pas shumë përpjekjesh dhe sfidash si emigrant, më në fund erdhi momenti vendimtar. Djali i u nënshtrua një transplanti të veshkës në një spital të specializuar dhe dhuruesi ishte vetë babai i tij. Operacioni rezultoi i suksesshëm. Pas gjithçkaje që kaluan, babai e përmblodhi gjithçka me një fjali. Duhej të rrezikoja sepse nuk kishte rrugë tjetër. Vetëm në fund kuptohet e gjithë drama e kësaj historie. Ata kishin ardhur nga Libani, ku trajtimi ishte i papërballueshëm dhe sistemi shëndetësor nuk mund t'i ndihmonte, dhe ky ishte shansi i tyre i vetëm për të mbijetuar.